Zoti kryetar, rikthehem në të sallë pas 20 ditësh përjashtim, për të cilin me thënë drejtën nuk e kuptova pse u përjashtova, edhe madje edhe kur kërkova të drejtën e fjalës në byron e kuvendit, kjo e drejtë na u mohua. Po më e rënda, zoti kryetar, është që ky parlament me dhunën e kartonave të kuq ka përjashtuar edhe kryetarin e Partisë Mundësia, zotin Agron Shehaj, për 30 ditë tjera. Dhe në total, nga fillimi i këtij sesioni, kryetari i një partie politike që ka marrë 50.000 vota në zgjedhje të administruara nga ju, me numëruesit tuaj, ka munguar 3 muaj në këtë seancë, 1/3 e kohës. Nëse ju mendoni se ky është parlamentarizëm, ja u them unë, ky është një partitizëm banal. Nuk buron legitimiteti nga kartonat tuaj të kuq që ngrini dhunshëm, po buron nga qytetarët, të cilët kanë dalë në rrugë, në shestot, në bulevardin Dëshmorët e Kombit, që kërkojnë dorëheqjen e kësaj qeverie dhe shpërbërjen e këtij parlamenti të turpshëm. Po ku e keni parë ju të përjashtoni deputetët, të gjithë deputetët e një force politike? Çfarë kujtoni se jeni ju? Jeni pronarët e Shqipërisë ju? E keni kthyer në këtë parlament në një deregje? Si mund ta bëni këtë gjë? Si mund ta bëni këtë gjë? Tjetër, zoti kryetar, vetëm sot u informuam, sapo erdha në seancë, me letrën tuaj, që kërkesat tona për interpelanca, për pyetje përgjigje, të gjitha, janë anulluar nga ana juaj. Na thoni që me që ju keni folur për zvërnecin, për rjollin e parlament, nuk mund ta pyesni më ministrin e Brendshëm për këtë çështje. Po si mund të ta shkelni kaq dhunshëm kushtetutën? Si mund të ndaloni një deputet të flasi për çështje që do ai, që është votuar ai? Nuk është parlament ky, zoti kryetar. Nuk është parlament ky. Nuk mund të pyesim ne ministrin e Brendshëm pse? Sepse pas kemi pyetur në një seancë të kaluar. Nëse ju i thoni parlament këtij, nuk e di çfarë mund të them më tepër. Nuk e di çfarë mund të them më tepër. Dhe ajo që donim të ngrinim në këtë interpelancë me ministrin e Brendshëm, i cili me sa duket e kalon kohën duke sulmuar individ nderuar që flasin për protestën dhe mbrojnë qytetarët, veçanërisht avokatët, apo intelektualët që flasin ka guxime dhe të flasin, dhe nuk merret me policinë e shtetit që ka dalë nga shinat e ligjit. Një polici shteti që teksa po vija këtu në parlament, kishte rrethuar gjithë parlamentin me blinda, me qindra policë, edhe pse s'kishte as i protestues aty. Pse? Sepse ju trembët një vezë ju. U trembët nga vezët ju.